Për të gjitha ta që kanë qef të hanë një gjë të mirë, po janë në fund të muajit, ja u siguroj që krau për krau me partnerin tuaj duke bërë atë xhiron tuaj rutin, te dyqani i peshkut, shkoni bini 2 kalamar dhe keni për të bërë këtë pjatë që do kaloni shumë bukur, do kaloni një mbrëmje të këndshme bashkë. Përshëndetje miq të kanalit Kokoploks, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Siç e vutre, sot do bëjmë një përgatitje fantastike dhe para se të fillojmë, bëni që subscribe, se duke bërë subscribe ndihmoni kanalin falas, shtypni butonin dhe keni përpar videot. Atëherë 2 kalamar, 5.000 lekë vajti, 500 lekë të reja, siç e themi ne shqiptarët. Atëherë ti ketë pastruar ajo zonja atje, normalisht i bëj xic. Kemi disa domate që shik, o domate të vogla, po mund të përdorni dhe domate të mëdha, normalisht. Një qep të vogël të grirë ho, 2 thelpinj hudhra, majdanozin e grirë ho, po edhe këto bishta dhe majdanozit kemi për t'i mbajtur. Dhe në fund një grusht me bizele jeshile perfekte. Të fillojmë nga puna, kalamarit, këto pjesa e tentakulave, thjesht janë ndanin me gjysë, që mos të jenë shumë të mëdha. Pjesën e sipërme e vendosim në rrota të kësaj trashësie pak a shumë. Pasi e kemi përgatitur, e vendosim në një mbajtse, vendosim një njën, edhe marrim domatet. Kemi punë vetëm me domatet. Edhe i presim të gjitha në gjysë. Avash, nuk e nxitoni ri. Edhe domatet i kemi gati. Tani fillojmë me aksionin. Tiganin me vaj ulliri gati, sa fillojmë ndezin, vendosim hudhrën, po ashtu edhe këmbët e majdanozit, që kur fillon e nxefet vaj, të skuqet avash dhe të marrë atë aromën karakteristike. Sa të filloj të skuqen pak, pa i lënë të digjen, i heqim. Shtojmë qepën. Kur qepa është skuqur pak, kur fillon e merr atë ngjyrën e artë, komplet kallamarët brenda. Pasi janë skuqur për 3-4 minuta, kallamarët, domatet. Tre 4 minuta të tjera dhe shtojmë komplet dhe bizelet. I mbuloj me ujë kur domaten e kemi të butë, deri në nivelin e tyre. I shtojmë kripën sipas dëshirës, normalisht. Po ashtu pak piper të zi, piper të kuq djegës. I shtojmë gjysmën e majdanozit të grirë, me zjarr mesatar, i japim të përzier dhe ta lëmë tani që të formohet lëngu, të formojë një tip salce që të kënaqemi. Kaluan 25 minuta, mendoj se në këtë lloj trashësie të lëngut jemi aty ku duhet, e kemi gati. Madje para se të themi që e kemi gati, i shtojmë dhe majdanozin e freskët. E hodhëm në pjatë, lëmë të ftohet pak, me bukë apo pa bukë, e dini ju.
Edhe kjo ishte receta të dashur miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, të jeni pjesë e këtij kanali, sepse këtu ka gjithmonë receta të reja. Nëse doni 2 receta të reja, mund t'ju sugjeroj në të majtë e ekranit 2 receta të këtij kanali, shkoni dhe klikoni, mund të shikoni gjithë videot që ka ky kanal dhe bashkë do shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.